Mirëmëngjes, si jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njoj me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbri në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Rregulloria e ndërtimit, ndërhyrjet që nuk duan leje bashkie. Nga 1 shtatori, aplikimet për leje dhe deklarata paraprake do të bëhen edhe online. Nenet e plota dhe tipet e punimeve që lejojeni të kryeni në shtëpinë tuaj dhe dokumentacioni nevojshëm që nevojitet për deklaratat paraprake për të ndërhyrë në sistemimin e ambienteve. Vret gruan me sopat, Veli Dervishi, macaroi nervat duke më kërkuar llogari. Ngjarja në Golem, rrëfimi në polici i 73 vjeçarit, me erdhi në maj të hundës. Pushimet e çiftit të moshuar kthehen në tragjedi. Viktima Shazivare Dervishi, 68 vjeçe. Policia, vrasësi ishte i dehur kur deponoi. Lista e tretë me abonentët familjar dhe bizneset që do faturohen pas sahat. Tarifat për afërfen në 15 qytete botojnë në brendësitë e gazetës shqiptare. Nga Monika Shoshori Stafa botohet intervista e ditës me titull Nesim Kohen, jeta ime. Nga Shaban Murati, opinioni i ditës me titull Teza folklorike e pajtimit të serbëve me shqiptarët. Zbulohet SMS-ja, si lajmëroi kultivusin për parcelat me drogë polici nga Erseka. Në kërkimet vin Meko, kapen 4 të përfshirë. Ngjarja në Lezhë, atentat me armë, zjarri të dënuarit për vrasje. Alban Kola në gjendje të rëndë. Ambasadorja e Kinës Yang Yu, bashkëpunimi ndërkombëtar, përfitimi për bashkët. Terrorizuan me armë mulletin, kapen 3 të rinj të rrugë e Elbasanit. Policia ishin të dehur. Universiteti i Tiranës, tarifat dhe procedurat për vërtetime, ndryshimet. Mbesa e Berishës hap revist në Francë, markat po na shkatrojnë. Intervista, imazhet nudo, shuplak për mentalitetin, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama çelet me titullin Rivlerësimi, çmimet e apartamenteve para 90-s, vlera e hipotekës, si do llogaritet taksa e re 2% për rivlerësimin e shtëpive, zbardhet çmimi dhe formulari për apartamentet e privatizuara para 1995-s. Debati me dyert të mbyllura për vettingun, 10% e gjyqtarëve ikin. Kreuja Euralius për efektet e ligjit, hetim edhe fotove të dasmave. Loja e Ramizit me rënien e komunizmit. Sabit Brokaj tregon dokumentin, si e njoftoi Moska që në 1982-shin. Ish mjeku i Enveri zbulon materialin sekret. Çfarë ndodhi në mbledhjen e Komitetit Qendror për kursin e ri? Inspektori policisë kultivues droge, ja SMS me trafikantët, spionoi aksionin. Në Bulqiz, nëna në moshën rekord 101 vjeçare, djali e dhunon. Çmenduri në Golem, burri 73 vjeç vret gruan me sopat në kokë, ishin me pushime. Lajmi në Raj, rrëfimi ish sigurimsit, çfarë tha në Korfuz të arratisurit e 1971-shit. Një opinion nga Mojkom Zeqo mban titullin Qytetet arbrore, të harruar të veriu të Shqipërisë. Nga Agim Baçi, diktatura që nuk lexuam si duhet. Nga Myslim Pasha, demarkacioni me malin e zi dhe një rinismë negocimi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, hetimi, kanabisi, zbulohen SMS-t e policit. 2 shtetas të arrestuar dhe një punonjës policie në kërkim pas aksionit në Ersek. Polici i komisariatit kishte dijeni për parcelën me 17.500 rënjë bim narkotike. Kodet që përdorte Edvin Meko për të lajmëruar kultivuesit e drogës, që u kapën në një banesë me qera në Tiranë. Operacioni kapet gomonja me 300 kg marijuanë në Itali. Bashkëbisedimi, konferenca online, përgjigjet që duan qytetarët nga Rama, pyetje përgjigjet e nesërme në ora 11. Çfarë duan qytetarët në vitin e fundit të qeverisjes dhe premtimet e pambajtura? Një artikull mban titullin Çamët po prishin marrëdhëniet Greqi-Shqipëri. Tiranë, qellojnë me armë në mullet, arrestohen 3 shtetas në gjendje të dehur. Një opinion nga Myslim Pasha titullohet Demarkacioni tanishëm me malin e zi dhe një rinismë negocimi. Inspektimi, pas kaosit disa mujor, rinisin punimet e ndërprera në rrugën Fier Levan.
Pogradec, vajzat e aratisura, u largua me dëshirë, familjet nuk na kuptojnë. Golem, të merë në Bregdet, i moshuari vret gruan me sopat. Misionarja, zbulohet letra, çfarë i kërkoi nën Tereza Ramizelis. Profesor Përparim Kabo publikon kopjen e letrës së nën Terezës drejtuar ish presidentit të vendit me 16 gusht 1989. Fatos Shima, fermer, gjithë mollët janë dëmtuar nga breshëri, po a japim baktive, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, bujari për vitin zgjedhor, skema e qeverisë për të rritur pensionet në 2017. Qeveria ka vendosur që në vitin 2017 të rrisë pensione për 619.000 pensionistët. Ministria Financave ka vendosur të çojë në 9.000 ose 10.000 lek pensioni social, që është edhe pensioni bazë. Polici me parcela Hashashi dekonspiroi operacionin. Intervista Mimoza Hafizi, ndarja me Ramën dhe shanset e partisë së re. Ngërshër cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Urra, legalizimet nuk mbarojnë se vazhdojnë ndërtimet pa leje. Entuziazëm i legalizuar. Dëshmi të vrasja në Holland, sulku u ekzekutua nga 2 persona me BMW. Krimi në Golem, ngjarja në landfillin e Sharës, Partia Demokratike nis protestat para bashkisë. Një koment nga Martin Muna mban titullin Gjykatësit, politika dhe burkini. Nga Ndriçim Kulla, kultura e mos ndëshkimit. Nga Ardian Muhaj, me pakte që mund të bëjmë ndaj demarkacionit është t'i themi jo. Afër dhe larg, filmi për luftën e Sarajevës eksploron trashëgiminë e traumës. Rëbrënësi të gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Universitet. Arsimi i lartë, nevoja për menaxhim profesionist. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, ju dham kredi, na jepni ujin e pishëm. Shqipëria nënkëthetrat e kredidhënësve që kërkojnë me çdo kusht privatizimin e ujit të pishëm. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore kanë dhënë kredi në 43 vende dhe 40 prej tyre u kanë marrë ujin. Propaganda politike, rritje e çmimit të ujit, privatizimi i hidrocentraleve, presioni ndaj Shqipërisë dhe Greqisë, referendumi italian dhe pse Gjermania dhe Hollanda e kanë të ndaluar me ligj. Privatizimi nga banka dhe kompanitë energjetike gjermane dhe amerikane, si dhe roli 400 anëtarëve të Këshillit Botëror të Ujit me qendër në Francë. Edi Rama, lungomare, vepër komplekse për ta transformuar në vijë bregdetare të standardeve të mesdheut. Ornella Hila, rilindja urbane në qarkun e Vlorës është groposje e madhe sa ardhmes, mos ki frik, po duku o vlonjat. Halqin Qellari, tek ne mendimi ekonomik shkencor nuk gjykohet, nuk analizohet, por vlerësohet mediokriteti. Një opinion nga Lisem Bashkurti mban titullin Qeverisja me mece krijon mosbindje popullore. Nga Agron Fico, nderim Avni Rustemi të New Yorkut. Aktualitet, Ina Zhupa, hetim 12 miliard lekëve të Sadriut. Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet fut në kaos administratën e Sarandës. Erion Veliaj, shkollat mësim vetëm ditën. Vangel Kasapi, e vërtet e arit shqiptari mbajtur në Britani mbi 65 vjet më parë. Roli Sokrat Plakës dhe Ksenofon Krisafit, nervozizmi në bisedime dhe deklarata e Theçerit. Epopeja e dëshmorëve dhe lufta antifashiste nacional shërimtare. Gjeladin Çelmeta, heroizmi i çetës së Dajtit. Bexhet Rapo, brezat e luftës në Tërbaç. Mehmet Metaj, shfarosja e pyjeve nga zjarret. Mozaik dhe aktualitet është një rubrikë e mirënjohur në faqen e parë të gazetës Telegraf. Një tjetër rubrikë është Politikanët dhe paparazzi. Kjo rubrikë sjell titullin Popull mos mirënjohës. Lustër, lustër, boj e boj. Lap mor popull po s'ke goj. Këtë boj e zgjodhe vet, buzukujt 25 vjet. I është gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë titujt Spastrim ekskluzive, drafti i plot i vettingut, si do filtrohen gjykatës dhe prokuror, reforma në drejtësi, kush do ta bëjë, si do përzgjidhen dhe shpërmban rivlerësimi i njerëzve të drejtësisë, sa dhe në ç'formë marrin pjesë vëzhguesit e huaj, afatet kohore të hetimeve për pasurinë, figurën dhe për aftësinë profesionale. Çfarë ndodh me ata që largohen vullnetarisht?
E vërteta e kufirit dhe zogollët e Kosovës, rrezepqosja në gazetën Dita, çfarë harrojnë ata që debatojnë pro dhe kundër demarkacionit në Malin e Zi, një kujtesë atyre që shitblejnë trupin e dheut për pushtet. Nga Arbenduka vijnë vargjet me titull Partia Demokratike do amendonte dhe Biblën dhe Kuranin. Debati Ilir Mborja, kuzhinerët e historisë që lënë qime në pjatë. Letër kryeredaktorit, çfarë më ndodhi në sigurimet shoqërore. Studimi Ministrisë së Financave, si do të rriten pensionet në 2017, sa do të bëhet pensioni social. Dje në gazetën Kathimerini, mediat greke ngecin bisedimet e kufirit me Shqipërinë. Shëndeti, këshillat e mjekës, rreziqet e infeksionit të veshit të jashtëm, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Fluska e pasurive të paluajtshme në Durrës, aty ku të gjithë duan të shesin. Dokumenti që tregon rrugët e lëna rrugëve nga qeverisja e Partisë Demokratike, pse mungon ajo e arbrit dhe ku kanë shkuar fondet e planifikuara për to. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Gjëja më e pasigurt në Shqipëri janë shoqëritë e sigurimit. Nga Afrim Krasniqi, artikulli Kini mëshirë, shpëtojeni Ksamilin. Nga Artan Lame, pse katedralja katolike apo dhe xhamia janë kaq të shëmtuara. Kathimerini, bisedimet Shqipëri-Greqi drejt fundosjes. Pse nuk flet Partia Demokratike për 2 fëmijët e vdekur në Korçë. Masakra e Janinës, akti terrorist që vrau general Enrico Tellinin, italianin që Janinën po ja kthente Shqipërisë. E rrallë në rrëfimet e Todi Lubonjës, kush është partizani që gjermanët e varosën me nderime ushtarake pasi e vranë. Antena brenda familjes, Carmina thotë është septike për prodhimet e veshjeve firmato nga fasonët. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Erion Veliaj fsheh vrasjen pas bashkisë. Policia e shtetit, një organizatë e vërtet kriminale. Skandali radhës i qeverisë Rama, takse re për shtëpit, 50 milion euro të tjerë nga xhepat e qytetarëve. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, së bashku me kandidatin Sherefedin Shehu, takime në fshatin Brezhdan. Basha, Dibra në mëshirë të fatit. Edi Rama mendon si të pasurohet vetë dhe klientët e tij. Investigimi, Edi Rama punon vetëm për Sadri Abazin, i jep në vit 12 miliard lek tendera. Nga Sokol Pepushaj botohet artikulli me titull Pas fenomenit Shukri, socialistët Dibran kërkojnë tredhjen e kandidatit për kryebashkiak. Rama u ripremton Dibranve premtimin për rrugën e Arbrit, por mandatit të tij po i vjen fundi. Reagimi grupit të lobimit, kryeministri do t'i shërbente më mirë heshtja rreth kësaj çështje. Nga Eden Babani në vazhdën e të thënave dhe të pathënave për çështjen Rashica, një debat i panevojshëm dhe pa buk në mos po i rrezikshëm kombëtarisht. Nga Hari Bajraktari, në një vjetorin e shuarjes akademik Mark Krasniqit, vjen artikulli Kur mos hiqni dorë nga Bashkimi Kombëtar. Nga Mehmet Elezi në rubrikën e tij në gjuhën tonë të bukur shqip, vjen artikulli Të paktën dhimbjen. Në brëndësi të gazetës 55 sot është suplementi Letrat. Në të botohet fragment nga libri Politika e Italisë në Shqipëri, nga Francesco Iacomoni, botimi 55-s, Zgjimi shpirtëror i Shqipërisë, familje shqiptare mes 2 perandorive, Noel Malcolm, agent perandorak, një familje shqiptare në botën mesdhetare të shekullit të 16. Është gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës 55. Gazeta Standard, koncerti para shenjtërimit, flet organizatorja, si morën pon e Papa Franceskut për të hapur dyert e Vatikanit. Tragjedia e tërmeteve, pas Turqisë dhe Greqisë, Shqipëria e treta më e rrezikuara në Ballkan. Sa të sigurta janë ndërtimet në vend. Operacioni përbashkët, kapet gomonja me 300 kg drogë në Itali, arrestohen 2 shqiptarët. Basha në Brezhdan, Rama e la Dibrën në mëshirë të fatit, pasuritë e vendit ja dha klientëve të tij. Nga kampingu i lëvizjes rinore për integrim, deputetët e Partisë Socialiste të Portugalisë besoni në ëndrrën tuaj, luftoni për liri dhe barazi. Federata e Mundjes, Arben Doka zgjidhet në krye. Partia Demokratike, zgjedhja e Ramës, trafiku dhe prostitucioni. Ngjarja në Golem, i moshuari vret me sopat bashkëshorte, dorëzohet në polici. Panik në Tiranë, te liceu artistik, qëlloi në ajër nga Foristrada, kapet nga policia femër. Në Durrës arrestohet shtetasi italian,
Fsheu kokainën në çantën e të fejuarës. Pensionet e reja, ja si llogaritën përfitimet sipas secilës pagë. Në brendësi të gazetës Standard është suplementi Mistere, 20 shtëpit më të veçanta. Misteret e qoshës së botës në Australi. Histori që kërkojnë guxim për të lexuar, të mbushura me vrasës dhe mallkime, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Nga gazetat partijake, sot ka dalë vetëm gazeta Integrimi. Në faqen e parë të kësaj gazete veçohen titujt: mbyllja e kampit të lëvizjes rinore për integrim në Jalë. Ilir Meta, fuqia dhe solidariteti lëvizjes rinore për integrim, aty ku rinia shqiptare mbështet ëndrat dhe aspiratat. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk mund të ketë ndryshime cilësore dhe shoqërore në një vend nga fëmijët e elitave të vetkënaqura, të zhytura në arrogancë, në egoizëm dhe individualizëm. Ne kemi nevojë për një transformim të thellë, për një progres të ri shoqëror që vjen përmes një solidariteti të ri. Ti bëjmë të rinj pjesë të një projekti për të rritur pjesëmarrjen e tyre në të gjithë jetën politike të vendit. Janë disa citime nga Ilir Meta në faqen e parë të gazetës Integrimi. Mëtej në faqen e parë të kësaj gazete vijojnë titujt e tjerë. Ish presidenti i Republikës Recep Mejdani, kampi i lëvizjes rinore për integrim, shkollë që të rinj të mësojnë të punojnë bashkë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, ky kamp një nga hapësirat me më shumë energji pozitive në Shqipëri sot. Organizimi për të 9 vit radhazi në Bregdetin e Jalës, kampingu i lëvizjes rinore për integrim bën bashkë personalitetet të huaja, politikan dhe figurat e jetës publike. Një koment nga Vangel Tavë mban titullin "Për një shoqëri dhe politikë të re". Haxhinasto, rruga sjell zhvillim për zonën dhe lehtëson qarkullimin, punime me ritme të larta, inspektim bypassit të Fierit dhe punimeve në ujësjellsin e Durrësit. Intervista, drejtori veterinarisë pranë Ministrisë së Bujqësisë, Edi Ferro, sëmundja e gjedhit, lehtësim të masave ekstreme dhe kompensim fermerëve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport sjell titujt të Gjici, Duro bën si Mourinho, por më lutej në rrugë. Presidenti Kuksit, Klodi më thoshte, aman më bëj trajner se e kam ëndër. Ju tregoj si e la skuadrën në Balt, nuk e do asnjë klub. Legionarët, Mane gol në Serin A, Balaj nuk ndalet në Rusi. Kaçe, japse luajtë në ndeshjen që Shqipëria humbi në tavolinë. Sulmusi Bakaj, Korabi para Partizanit nuk është normale. Skënderbeu, Agostinelli rrëfen planet e merkatos korçare. Kërkesa, Jasir Hasani, të kuqve u duen 150.000 euro. Radhë për një bilet, kombëtarja ndes Shkodrën. Disa ankohen për çmimet, të tjerë duan të përsërisin triumfin historik me Rusin. Itali, Palermo trëmb Interin, Juve është 5 pikë larg. Angli, City pa frena, Sterling nderon Guardiolën. Spanjë, Barça vuan me Bilbao, Nevulos Rakitic. Ish trajneri Saki elogje Montelës, Milan i poluan futboll. Formula 1, triumfon Rosberg në Belgjik, akuzon Raikkonen. Eurobasket, Avni Ponari, letër të hapur tifozëve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Pa më parë do ftoj Regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.